من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Fillojmë emrin e Allahut të mëshirshëm, shpëtuesit, falënderimet për Allahun, përshëndetje, selavat e selamet edhe për Muhamedit alayhis salam, familjes e tij, të shokëve të tij besnik, gjithë atyre që ndjekën dhe pasojnë udhëzimin e tij, falenderojmë Zotin i cili na takoi këtë ditë bekuar. Inshallah Zoti i Madhreshëm na ka planuar dolikën e kësaj dite, agjërimin dhe gjithë ibadetet. Inshallah Zoti i Madhreshëm na mundson që t'jemi edhe në tutje vazhdueshëm në atë që Zoti është i kënaqur dhe përfitojmë prej këtij muaji të bekuar. Do vazhdojmë sot inshallah të flasim për 3 cilësi të cilat Ramazani do të ndikojë tek besimtarin. E që natërisht kur flasim për këtë muaj të bekuar, jemi në fillimet e tij, e dimë që ndikimi i agjërimit apo i Ramazanit në jetën e besimtarit ndikon në disa dimensione. Ky muaj është muaji më i mirë i ndryshimit tonë, i veseve dhe i karaktereve tonë. Është ai muaji kur neve do t'i ngritim lart virtytet e larta dhe moralet tona. Ndaj është ai muaji kur ndoshta për 19 muaj tjetër na posni rënien e imanit tonë. Tani jena në muajin i cili do të reflektojë ngritjen e imanit tonë dhe në avancimin në atutjet e imanit tonë. Është ai muaji kur neve do të reflektojmë sjelljet tona me të tjerët. Është ai muaj kur neve vërtet gjitha të parë dhe cilësitë e një besimtari të mirë do të përfitojmë dhe të bëjmë pjesë karakterit tonë. Andaj edhe vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në shumë gazmen fillim të muajit Ramazanit ju drejtohej shumë vetë duke i thonë: "Jo erdhi muaji i Ramazanit, muaji i begat në cilën Allahu i Madhreshëm e bëri obligim agjërimin." Ky është muaj që thot pejgamberi selam në të hapet dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit dhe pragosen shejtanët. Në këtë muaj të pejgamberit selam ndodhet një natë e cila është më e mirë dhe më e vlerësuar se sa një muaj. Kush është privuar nga mirësitë e kësaj nate, thot pejgamberi selam, vërtet është privuar shumë. Prandaj nëse dojmë të korrim sukses dhe të jemi prej atyre që arrijnë rezultate në këtë muaj, atëherë do të fokusohemi në agjërimin e mirëfillt, i cili na mëson 3 gjëra. E para është devotshmëria, e dyta është sinqeriteti dhe e treta është durimi apo sabri. Domethënë që ose shohim agjërimi këto 3 cilësi tona dohet të ngrisë edhe të avancojë në nivelet më të larta. Kur flasim për devotshmërinë, ne dimë që Zoti i Madhreshëm prej gjitha adhurimeve të tjera që kanë synim devotshmërinë, muaji i shenjtë Ramazanit dhe agjërimi në mënyrë direkte Zoti i Madhreshëm ka kërkuar që nëpërmes agjërimit neve ta ngrisim anën tonë shpirtërore dhe devotshmërinë tonë. Dhe natyrisht e dimë që devotshmëria është ajo pjesa kur neve do të reflektojmë më shumë që sepse ka të bëjë direkt me relacionin tonë me Zotin, aty ku Zoti na ka urdhëruar, do të na gjejë Zoti jonë, aty ku na ka ndaluar, do të largohemi prej saj. Dhe jo rastë Zoti i Madhreshëm na jeni që na bëri obligim agjërimin, na udhëtua duke na thënë: "Ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç ka qenë për ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm." Domethënë thirrja nga ana e Allahut Madhreshëm për devotshmëri është në mënyrë drejt për drejt në ajetin i cili na obligon agjërimin. Aspekti i dytë që ka të bëjë me sinqeritetin, e dimë që agjërimi ndikon që besimtari të ruajë edhe të jetë prej atyre njerëzve që veprat e tij bën sinqerisht vetëm për Zotin e Madhreshëm. Dhe natyrisht është agjërimi muaji i Ramazanit, ai i cili më së miri demonstron sinqeritetin e besimtarit ka shi Zotit të Madhreshëm, sepse sikur gjitha ibadetet tjera të kishin sy falsi, agjërimi është vërtet ai ibadeti i veçantë me cilin Zoti i Madhreshëm e kalon mes robit edhe tij. Domethënë s'kalon asnjë detyre për çata, i madhi Allah në hadithin kutsi ka thënë: "Çdo punë e birit Ademit është për të, përveç agjërimit, i cili është për mua dhe vetëm unë shpërbej për të." Domethënë agjërimi na mëson që të bëjmë vepra shumë sinqerisht vetëm për Allahun dhe Meshanuhu dhe ta ndjejmë prezencën e Zotit të Madhreshëm në çdo çast dhe në çdo moment, madje edhe atëherë kur ne jemi larg syve të njerëzve, edhe atëherë kur kemi situata kur mund të manipulojmë dhe të mashtrojmë me të tjerët, përsëri duhet besimtari që ta ndjejë afërsinë e Zotit të Madhreshëm. Dhe për këtë tregohet një ngjarje në kohën e Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, kur mesin e njerëzve ishte hap një
problemit cili shfaqi tek populli, edhe tregtarët kishin filluar që qumshin e tyre cilën e shitnin ta shtonin me ujë, në mënyrë që ta rritnin sasinë dhe fitimit ishte më i madh, dhe për këtë gjë kishte dëgjuar Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, kishte dalë në minberin e tij dhe i kishte treguar njerëzve që ai personi i cili gjende duke bërë një veprim të tillë do të dëshkohet. Dhe subhanallahu, një ditë prej ditësh Hazreti Omeri del në orët e hershme të mëngjesit para se të falë namazin sabahut, edhe po e shqeqon situatën e Medinën e ndryshme dhe po dën me pa njerëzit vërtet ai duke vepruar një gjë tjetër. Kur po afrohet tek një shtëpi, po e dëgjon nënën në bijën e saj duke biseduar. Nëna po i thot vajzës vet, bija ime shtoja do u qumshit në mënyrë që ta vrisim sasinë dhe të kemi përfitime më të mëdha. Dhe atëherë vajza i thot nënës vet, oj nëna ime, as e ke dëgjuar kryetarin e muslimanëve Omerin radhiyallahu anhu, që ka thënë që kjo vepër është ndaluar dhe nëse nximen do të dëshkohemi për këtë gjë. Atëherë nëna i thot, ku do të dëgjoj tani Omeri, ai është në xhungë dhe nuk është duke ndëgjuar dhe po. Atëherë vajza i drejtohet nënës vet duke i thonë, nëse nuk na sheh Omeri, me siguri Zoti i Omerit na sheh, ai është Allahu i fuqiplot. Prandaj kjo është ndjenja sinqerte me cilën besimtari do të reflektojë jetën e tij këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit dhe sinqeriteti bëhet pjesë e jetës së tij. Aspekti i tretë me cilën Zoti i madhëshëm ka dashur besimtarin të edukojë është aspekti i durimit. Domethënë e dim që agjerimi edukon besimtarin që të jetë prej atyre njerëzve të matur dhe durueshëm në sjelljet e tij. E dim që gjatë agjerimit, përveç se duhet të durojmë për etje edhe uri, besimtari dhe besimtarja duhet të ketë kujdes edhe të ketë sabër në kafshë fjallëve dhe veprimeve jo të jeshme. Domethënë thjesht po flasim për një durim i cili është aktiv dhe na edukon edhe fjalorin tonë edhe gjestet tona, jo vetëm stomakun tonë. Për çata ka thonë Allahu i Madhëshëm në hadithin kutsi, kur dikush prej jush agjeron, le të lë fjalët e dyta dhe veprimet e veta. E nëse dikush dëshiron të rrihet apo ngatrohet me të, le të thotë atij se unë jam agjerueshëm. Domethënë, kur flasim për agjerimin, flasim për kulmin e sabrit dhe durimit, edhe Zoti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e tij ka thënë, ky është muaji i durimit dhe durimi nuk ka si shpërblim tjetër përveç se xhenetin e Zotit Madhëshëm. Andaj, nderuar vëllezër dhe motra, po flasim tani për atë pjesën kur besimtari duhet të reflektojë më shumë te që ka të bëjë me sjelljen dhe karakterin e tij. Natyrisht, ndoshta kishte më qenë e lehtë kur ta abstenonim vetëm nga ushqimi dhe pijet. Mirë, po nuk është e lehtë kur neve fillojmë dhe bëjmë reformim komplet në karakterin tonë. Është ai reformimi kur neve fillojmë që edhe sjelljen tonë dhe karakterin tonë ta ndërtojmë mbi baza të shnosha dhe ato që Zoti më veshën në afret, për çata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush nuk dalet nga fjalët e dyta dhe veprimet e veta, Zoti i Madhëshëm nuk ka nevojë që të agjerojë apo të jep për uri dhe etje. Thjesht Allahu i Madhëshëm nëpërmes agjerimit po kërkon një ngritje të lartë edhe intelektuale, edhe në kuptimin e shpirtit, po edhe të veseve tona. Andaj e lutim Zotin e Madhëshëm që ky muaj vërtet ndikoj në sjelljen dhe karakterin tonë. Inshallah është muaji i cili neve fillojmë dhe reformojmë veten tonë prej fjalëve, veprave dhe çdo gjëje me cilën Zoti nuk është i kënaqur me to. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.